Një tragjedi me sa shofun Kosovë. Kosova ka pësu sot një tragjedi, po shkon përfundimisht në zgjedhjet e reja. Arsyeja që shkon në zgjedhjet e reja është se dje ka qenë dita e fundit që duhet kishin zgjedh, me sa kuptoj unë, Parlamenti i Kosovës do të kishin rënë dakord për të zgjedh një kandidat apo një president të ri, nuk e di diçka, po duhet të zgjidhin presidentin. Do të presim të qartësojmë. Këto partitë politike nuk kanë rënë dakord. Mu nuk më dhem kjo, që është shumë tragjike, që s'kanë rënë dakord. Në demokraci ndodhin këto. Por mu më vjen keq diçka nëse kam arritur të kuptoj mirë, është se partia e Albin Kurtit, edhe Albin Kurti vetë, me sa di unë, nuk, me sa kam kuptu, mund t'jem gabim, nuk kanë propozu Vjosa Osmanin për si kandidate për president edhe njëherë. Edhe njëherë, kjo është me sa di unë, mund të di gabim. Në qoftë se kjo është e vërtet, kjo është një tragjedi. Është tragjedi për arsye se Vjosa Osmani mund të mos jetë njeriu më i përgatit në Kosovë për me qenë president apo presidente e Kosovës, mund të mos jetë, mund të kemi njerëz të shkëlqyshëm atje. Nuk e di nëse ata që janë propozu qëndrojnë një shkallë më të lartë se sa kjo Osmani, nuk e di këtë. Por ajo që di është se Vjosa Osmani në arenën ndërkombëtare ka po më shumë se vetë Albin Kurti për Kosovën. Nuk ka pas asgjë për të kritiku, edhe s'ka pas asgjë të na vi keq neve që Vjosa e pati mundësinë bënte këtë për Kosovë dhe nuk e boni. Nga ana tjetër, është pa që qeveria amerikane nimën e së cilës apo të cilit qeveria është femërore, nimën e së cilës ne kemi nevojt pa e vetueshme, duket se është shumë miqësore me këtë Osmanin. Osmanin kurdo, edhe kudo që është fol për Serbin, ka qenë e prerë edhe sakt si një pushkë jasharesh, Azam Galicësh, Isa Bolodinësh. Pra nuk kalon asgjë. Por ajo që është akoma dhe më e keqe, edhe që më rëndon, është se kjo Osmani ka paraqit në botë, prezentu botë, atë figurën e vërtet shqiptarëve që ne mund të kemi për çarje, fërkime, mosmarrveshje, po jemi një. Unë Edi Rama në shumë drejtime e kam pasi tradhtar të çështjes kombëtare. Më zhdukën me këta, me Vučićin, edhe me raportet jo shumë të mira në përbot me Kurtin. Por Osmani edhe Rama, çfarëdo që t'jenë ata, çfarëdo që t'i shohim ne, ka tregu që ne jemi bashk. Ata që s'ka mund të bëj Albin Kurti edhe Rama në përbot, e ka bo Osmani edhe Rama. Kanë qenë një shtrëngime durësh, ndoshta sa për kështu sa me po fotografi, paraqitje miqësore, por na kanë prezantuar mirë. Në qoftë se partia Albin Kurti dhe Albin Kurti janë të merru se ne shqiptarët nuk e duam
tjetrin të na boj hije neve, ajo si ka boj hije kur Albin Kurtit, neve na është duk që kanë qenë të barabartë, kanë punu në format ndryshme. Presidentja ka qenë gati si ministre punëve të jashtme, ka po një punë fantastike jashtë Kosovës për Kosovën. Osmani, edhe Kurti ka po një punë stoike që s'ka lçupe në Kosovë, edhe duhet ishin kështu, duhet kishin vazhdu dhe s'duhet të ndërpresësh atë që nuk ka me lafësisht e nevoja, s'ka që nevoja kurse si të rregullojnë në gjo për Osmanin. Se Osmani ishte, çdo gjë ka qenë në rregull. Pra dhe herë, në qoftë se këto nuk e kanë përkra, sepse Osmani po shkëlqen më shumë ndoshta se Kurti, turp edhe gabim. Në qoftë se thuhet që Osmani u duk që po kalonte nga ato konjunkturët e Kurtit apo të partisë Kurtit, sepse po shfaqej miqësore me Ramën, është gabim i madh. Ne ku t'i gjejmë udhëheqësit e tonë që t'jenë një bashkë miqësor. Unë mendoj që do jemi një, kushdo që t'jetë, edhe Rama dhe Kurti të metën të vetmit, pavarësisht divergjencave, kur vje puna po të na prekin kombin, unë mendoj që do jemi një në shqiptarët. Do të na bashkoj gjaku gjithmonë. Por ne ku ta gjenim në këtë raste, kur Kurti dhe Rama duken që s'kan raportet mira, këto rregullohen me për shembull me Vojsavën dhe Ramën, kjo Vjosa si ka. Në qoftë se këto do merren vesh më vonë, shpesh herë asgjë s'kuptohet mirë nga ne populli i thjesht, se ç'bëhet e ç'gatuhet në për këta labirinthet ku bëhen këto komplotet, këto maskaralligjet që bëjnë politikanët. Por në qoftë se unë jam i sigurt që edhe Vjosa a Vojsava t'ishte propozu nga Kurti, ndoshta ato partitë kundërshtare prap do të çonin atë vendin në zgjedhje. Pra do të çonin në zgjedhje me do mos ata kanë humbë zgjedhjet, edhe s'do pranonin asnjë lloj kandidati. Pra mund vjen keq dy gjona këtu. Një, që Vjosa nuk ka qenë propozuar në sa kuptoj unë, edhe dy, në qoftë se partitë opozitare e kanë përdor këtë moment për më çu vendin zgjedhje një herë. I takon popullit Kosovës. Populli i Kosovës nuk është popull bodolla, është popull i zgjut. Që të shikojmë me kujdes, në qoftë se populli i Kosovës mendon që partitë opozitare nuk kanë pranuar zgjedhjen presidentin apo presidenten e re, para sa fati i saj skadoi, që të çojnë vendin edhe një herë në zgjedhje, kjo ka qenë llogari matematikore, të japin edhe më pak vota atyre. Por në qoftë se ato janë të pakënaqur që Vojsava, kjo Vjosa, se i ngatrojnë, Vojsava e Skënderbeut, mja se shumë gjanë mua si kastriotët e që kushëm, në qoftë se arsyeja është se ajo nuk është propozuar për një mandat dytë, të japin më shumë vota opozitës. Por të dyja këto palë, kushdo që ka çu vendin Kosovën edhe herë në zgjedhje të reja, duhet unë të doje, pas kemi forës tjetër, të i votonim jashtë parlamentit, në qoftë se e kanë bërë me qëllim. Unë vazhdoj të metem simpatizant, se për krahas jam kështu moral, nuk kam mundësi që shkoj të votoj në Kosovë. Unë vazhdoj të metem për krahas i Vjosa Osmanit. Më vjen keq, por në radhë parë më intereson që presidentët zgjidhet ajo që do Kosova, ose president ai që do Kosova.
por shpesh herë ai që duam ne mund mos jetë më i mirë se ai që kemi. Kur kemi një president mirë, duhet që ka bë punë jashtëzakonisht mirë për Kosovën, nuk duhet ta humbim. S'duhet ta kishim humb. Edhe shpresoj të mos e humbim. Por unë uroj, në qoftë se është mund me të bëhet, që ajo direktiva propozimi i Vjosa Osmani që të zgjidhet nga populli të bëhet realitet. Mos të zgjidhin partitë. Pra presidentin si në Shqipëri, ashtu edhe në Kosovë, po Kosova është tash më afër, se Kosova është larg Shqipërisë për sa i përket procedurave demokratike. Ne jemi shumë rapa, ne jemi shumë anadollak. Janë kontradiktore shumë, se në Kosovë duket që ka më shumë që prirën ndaj fesë islame se sa në Shqipëri, por në mentalitet në politik, Kosova është më evropiane se sa jemi ne. Ne jemi në Shqipëri, ne e kam dhafin shqiptarët e Shqipërisë dhe jo shqiptarët e Kosovës, ne jemi shumë në dalak në politikë dhe gjithë, ne kemi presidentin kukull. Na duhet shumë punë të filtrohemi, ne pisliku që jemi mbledh në Tiranë. Por unë do doja që edhe Shqipëria dhe Kosova të presidentit të zgjidhej nga populli dhe presidentit kishte shumë kompetenca, autoritete, rol, drejtues dhe edhe, si thamë, vendosës se sa ka sot. Por edhe njëherë, urojmë që zgjedhjet e reja, pra urojmë që zgjedhjet e reja në Kosovë të prodhojnë edhe i herë një qeveri që i shërben Kosovës, që do populli Kosovës, edhe unë uroj të kemi një president si ajo që kemi, të kemi atë që kemi, edhe njëherë nëse është mundme. Por kam frikë shumë që në parlamentin e Kosovës ka shumë dorë serbe, kam shumë frikë se këto opozitës po bëjnë punën e serbëve me dashje apo pa dashje, edhe në qoftë se populli voton ata, atëherë ndoshta populli din, ndoshta që kemi shkëput kotë, sa të që kemi ndoshta prap duhet shkën të Serbia. Ne u dashkë ta humbim dhe i herë Kosovën, le të bashkohen me Serbinë që ose bëjnë punën e serbëve, se unë kam frikë shumë që opozitarët në parlament po bëjnë shpesh punën e serbëve dhe populli që jep votën ndoshta paske qenë gjitha gjendë serbëve. Ndoshta pas apo gabim serbët që kanë dashur të bëjnë. Ndoshta shumica e jon është turp të them se na vret gjaku jashtëve atyre që kanë luftu. Por shpesh herë tham që kjo Kosovë, se tha, o më i Shkodër, më i Loke, pak na duke shumë në dole, kurse këtu për na dile kundërta në Kosovë, po të merrohen. Ato ndoshta e bëjnë thjesht për karrige, por për karrige, apo për arsye tjera, ne po bëjnë shpesh punën e serbëve në parlamentin e Kosovës dhe kështu më duket mua, uroj të jem gabim. Por e pas kemi bërë luftën kot jasharet për më shliru, sepse prap kontrollohemi në gjithë Kosovën siç na kontrollon Serbi në Tiranë, ose siç na ka kontrolluar deri më sot. Sami Gjoka ju përshëndet. Nuk jam shumë i kënaq me këta që ndodhin në vendin tonë, por gjithmonë shpresojmë që do të bëhet më mirë.